Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte me mua është Vlora Qitaku. Përshëndetje e dashur, mirë se erdha. Përshëndetje Elvana, shumë kënaqësi që t'jem sot bashkë me ty dhe dua para se të hyjmë bisedës të përgëzoj për punën edhe angazhimin që bën çdo ditë. Je frymëzim për shumë vajza e djem të ri. Dëgjoj, jeta na sfidon në forma të ndryshme. E vërtet. Dhe dikush sfidohet më shumë, dikush më pak, dikush në faza më të hershme të jetës, dikush më vonë. Mirë po, ajo çfarë na definon si njerëz dhe si karaktere, po besoj është mënyra se si u përgjigjemi sfidave, se sfida kemi të gjithë. Ju keni zgjedh, jeni përcaktu me u përgjigj sfidave me shumë forcë, me shumë guxim, me shumë dinjitet, duke u shndruar kështu në një simbol të luftës për një jetë më të mirë, edhe duke përçuar mesazhin që jetën e ndërtojmë vetë përkundër sfidave. Dhe ne definohemi nga punët që bëjmë, jo nga lëndimet që me të cilat na godet jeta ndonjëherë, kështu që kënaqësi që t'jem me ty. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe emocion i veçantë për mua. Unë nuk të prezantova gjatë sepse në fakt të gjithë të njohim, keni shërbyer në pozitat më të larta shtetërore, jeni nënshkruese e deklaratës së pavarësisë, ish ambasadore e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktualisht edhe nënkryetare e Partisë Demokratike të Kosovës, deputete e sapo zgjedhur, kështu që pozita këtu të cilat besoj kanë ndihmuar shumë edhe në ndërtimin e personalitetit tënd si Vlora, si vajzë, si grua, që në fakt edhe ju sot jeni frymëzim për gjeneratat e reja të cilat duan të hyjnë rrugës së politikës. Sonte, për te intervistave tjera që i ke pas, publiku ka me pas mundësinë me të njohur përmes hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Por para se të vim te kjo pjesë, kam zakon të rikthej të gjitha hyneshat në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast, si ishte Vlora për ata që nuk e dinë si fëmijë? Po, Elvan, fëmiria ju nuk ka qenë fëmiri e rëndomt. Unë sot mu m'bëhet zemra mal kur i shoh fëmijët e Kosovës që lindin në liri, të pavarur, pa presionin e të mërshëm të okupimit, të luftës, të frikës. Kështu që ka qenë një botë tjetër komplet në kohën kur unë kam qenë fëmijë dhe sigurisht që pashmangshëm edhe fëmiria ime është ndikuar jo vetëm e imja, po e tërë gjeneratës ime dorën zemër, nga rrethonat politike, nga shtypja, nga pabarazia. Është shumë e dhimbshme, Elvan, se për një fëmijë, prindi edhe mësuesja janë heroj, janë simbolet forcës. Është shumë e dhimbshme kur si fëmijë e sheh herojin tënd të zhveshur nga forca, nga digniteti, domethënë prindë tanë janë përjashtu nga punët, na ka ndodhur shpesh herë, jo rrallëherë, me i pa edhe prindrit edhe mësuesit duke u rrahur, duke u maltretuar nga policia serbe. Kështu që ndoshta që më ka definu si fëmijë ka qenë një lloj revolte, domethënë një revolt. E kam di nevojën që duhet me u bo diçka, ndonse kam qenë e vogël edhe nuk e kam ditë saktësisht se çka po ndodh. Mirë po, e kam kuptuar që diçka nuk është në rregull. Kam qenë shumë kurioze, nëse e pyet nanën për shembull, edhe prindët e mi nëse i pyet, ata tregojnë që kam qenë shumë kurreshtare, kam qenë fëmijë kurreshtar, kam bo shumë pyetje, nuk i jam bind kështu me lehtësi autoritetit, është dashur me më dhonë spjegime pse diçka është ashtu siç është. E kam dashur shumë poezinë si fëmijë, edhe kam shkrujt nga pak poezi, ka qenë atëherë një revistë e fëmijëve Pionieri, edhe aty kam dërgu poezi, kam recitu. Kam qenë edhe kështu kampione e Kosovës në recitim. Pra edhe pjesë e artit, përkundër dëshirës revoltës për të ndryshuar gjërat në vend. Po saqërisht kur je në okupim, arti është një ndër instrumentet më të rëndësishme të shprehjes së revoltës edhe shprehjes së pakënaqësisë. Po përveç tjerash edhe kam vizatu. Babin e kam artiste, si duket e kam trashëgu delin nga ti, po nuk është që ma kanë stimulu, si me thonë,
atë lloj delli, atë lloj talenti. E di babi gjithmonë na thoshte mua dhe motrave, arti është për shoqëri të pasura. Është vështirë të mbjetosh me art në shoqëri të varfra e në shoqëri në okupim. Kështu që, si me thonë, kurioze, do shta shumë kurioze si fëmijë, e guximshme, nuk jam friksu, për shembull kam kalu shumë kohë në fshat të dajt. Edhe ato javë që i kam kalu në fshat gjatë pushimeve verore, ndoshta ka ndiku më shumë se çka do tjetër në formësimin tim si njeri, si personalitet. Se atje, për dallim prej Prishtinës, jam ndi shumë e lirë. Do të thonë fshat malor, i tipit të shtëpive të shpërndara, shumë livadhe, shumë fusha me pemë. Më shpirti lirë ndoshta se sa në Prishtinë. Shumë ma shumë, sigurisht. Pastaj është edhe diçka tjetër, aty të gjithë njihen me njëri tjetrin, gjithë janë kushëri. Ma gjep sa ajo fryma solidare që ka ekzistu mes njëri tjetrit, si janë gjinë njëri tjetrit, edhe si kanë ndo bashk gjithçka. Do të thonë gjithçka e kanë ndo me njëri tjetrin. Kështu që s'po di, kam kalu shumë kohë atje, e di që 100 herë jam rrëdzu prej qërshisë. Po kështu nuk jam friksu. A do të thotë kjo që ke qenë pak edhe rebele si person? Po kam qenë pak, po jo, ndoshta jo e lastume, s'po di, ndoshta pak, nuk e di, po jo kështu sheramane, jo me boshire, po jo të mdhaja, jo të mdhaja, po aty këtu të ëmblat vogla kam bo të nkohën. Po më ka ma gjepë, si që tashëm fshat ato, fshati ka qenë shumë idilek, pastaj kafsht, se ne s'kemi pas ku me po kafsht në Prishtinë. Natyrisht. Pula, macja, qeni, gjithçka interesante për Vlorën. Shumë interesante. Prej këtij verzioni të Vlorës si fëmijë, kalojmë tek politika. Dëshira jote e thatë prej fillimit për të ndryshuar gjanat në Kosovë, ndoshta për faktin se jeni rritur, siç e thatë, në një proces të okupimit. Po si rrjedhi pastaj që Vlora të hyj politikës edhe sot të jetë edhe nënshkruese e deklaratës pavarësisë Kosovës. Po nuk e ke ndjesh si fëmijë ndoshta këtë gjë? Nuk është që unë në atë kohë kam bërë një përcaktim të vetëdijshëm. Nuk është që jam zgju një mëngjes edhe kam thonë okej, unë kam me marrë me politikë. Mirë po ajo çfarë unë kam dje thellë brenda edhe si thirrje të brendshme, është që duhet me u angazhu në një formën tjetër që Kosova me qenë e lirë, se liria është parakusht për krijimin e çdo vlere. Është shumë vështirë me qenë profesionist i mirë, njeri i përmbushur e i realizuar kur nuk je i lirë. Sepse kur nuk je i lirë, gjithçka mund të të mirret në çdo moment. Na u morr neve, e kemi përjetu. Kështu që gjithmonë e kam di që duhet me u angazhu që me ndërtu një Kosovë të lirë. Dhe kur po them të lirë, nuk po flas vetëm për lirinë kombëtare. Sigurisht ajo është e para dhe më e rëndësishmja, po një Kosovë të lirë për gratë, të lirë për të rinjt, të lirë për gjithë, pavarësisht orientimeve politike, gjinore, seksuale, përcaktimeve të çfarë do lloji. Një shoqëri të lirë, e kam di si thirrje, edhe e kam ditë që duhet me u angazhu, po nuk është që kjo thirrje është definu nga karriera, ta marrë këtë post, ose këtë... Po s'kan ekzistuar, është shumë vështirë me imagjinu diçka që se ke pa kur. Absolutisht. Nuk është që unë kam andru, as mu po deputete, as ambasadore, Kosova ambasadore, po s'ke qenë shtet. Po e kam ndru gjithmonë një Kosovë të lirë në nivelin kombëtar, po pastaj edhe në të gjitha nivelet tjera. Në fakt jemi të lumtur që e kemi sot, edhe do të ishte mirë t'ja dim vlerën edhe ta gëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Vlorë, kur kthehesh në retrospektivën e aspektit profesional, po flas, edhe i kujton krejt rrugtimin tënd politik që e ke bërë deri sot. Sigurisht ka pas edhe sfida. Çka kujton prej sfidave më të mëdha në atë periudhë? Ka pas sfida shumë, edhe me të thonë drejtën, Elvan, nuk kisha pas qef me ngarku shumë këtë bashkëbisedim, po sfidat janë të shumta. Po saqërisht, se gjërat tash ka ndryshu, nuk e krahason dot vitin 1999 me vitin 2025.
Ne kemi shënuar një përparim të jashtëzakonshëm në këto 2 dekada e gjysmë dhe kemi kaluar transformime të mëdha dhe të shumëfishta. Nga okupimi në liri, nga sistemi totalitar në demokraci, pra ndryshime shumë të mëdha, të cilat një populli tjetër në Evropë për shembull janë dashur shekuj për t'i kaluar. E ne kemi kaluar për një kohë shumë të shkurt, historinë e kemi pas shumë dendun. Po edhe përparimi ka qenë i madh dhe i jashtëzakonshëm. Mirë, po në fillim fare, padyshim që sfidat për mua kanë qenë jashtëzakonisht mëdha, e re, vajzë në politik, në angazhim publik, që gratë atëherë kanë qenë pak si qenje kështu të parëndomta në jetën Në jetë politike, publike, edhe i ke numëru ndoshta në një rëndor. Shumë e vërtet. Kështu që nuk është që nuk ka pas sfida, paragjykime, shpesh herë kam ndjerë që në fillim sidomos nuk po trajtohem me vëmendjen edhe seriozitetin e duhur, për shkak të moshës edhe për shkak të gjinisë. Hajt bre se rriti që aty, hajt se rritësh. Rritësh, mëson. E kam ndjerë këto, jo njëherë, shpesh herë. Sigurisht që e kam ndjerë edhe e kam përjetu, e kam pa me sytë e mi, pabarazin gjinore në Kosovë. Se ndonjëherë ne këtu në Prishtinë, Elban, jemi verbu nga pak, nga ndoshta suksesi personal, po edhe çfarë kemi pa për rreth, mirë po Prishtina nuk e reflekton në plotni Kosovën. Ti del, shkon nëpër qytete tjera, po edhe ndoshta edhe në Prishtinë ka, po ndoshta këtu sheh më shumë gra në sferën publike se sa diku tjetër. Po për shkon në qytete tjera, apo shkon nëpër fshatra, edhe aty e kom pa sa e pabarabart vazhdon të jetë gruaja në Kosovë dhe gjithmonë e kam ndjej që ne që kemi qenë të bekuara me familje që na kanë mbështet, e me shoqëri që na ka dhënë hapësirë, e kemi për detyrë që të punojmë ma shumë për gratë tjera. Edhe të trasojmë rrugën edhe të tjerave. Ose s'paku ta kenë ma të lehtë. E vërtet. Mirë, Vlorë, shpejt kaluan 10 minutat e para të këtij emisioni, është koha që të vazhdojmë tutje me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse vetëm pas pak Vlora Qitaku do të bëjë hapjen e kartave të jetës së saj. Të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e sonte përballë me është Vlora Qitaku, e cila tani do të bëjë hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. E dashur e gati. Po. Zgjedhni kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Cilën të duash. Në mes. Ma jep, mua unë e lexoj. E nisi me mesin e artë, Vlora. Sa pyetje e bukur. Vlorë, kush ka qenë një model pozitiv për ju, si edhe pse? Në të kaluarën tënde, sigurisht ke pas shumë modele pozitive. Unë e kom shumë vështirë mi u përgjigj kësaj pyetje pa u emocionu. Edhe emocionet janë normale. Sigurisht që nana. Nana ka qenë, është modeli dhe frymëzimi im kryesor. Nana ime ka lind, si që thash, në një fshat malor. Edhe shkollën e ka pas disa kilometra larg shtëpisë. Edhe ka ecë çdo ditë në këmbë, në borë, në shi, për të shkuar në shkollë. Rrugtimi i nanës sime është rrugtimi shumë vajzave e djemve të rit asaj kohe që me shumë forcë, me shumë guxim kanë sfidu barierat e shumta që shoqënia i ka ndërtu për ta, e kanë sfidu varfrin, mendsinë patriarkale, pabarazin. Edhe nana nuk ka heq dorë asnjë moment, edhe ka përfundu duke qenë gruaja e parë profesoresh në Universitetin e Prishtinës, nga rajoni i Drenicës. Mirpo ajo s'ka rreshtur kur spunuari, s'ka rreshtur kur angazhimin për fuqizimin e grave, vajzave, e di banesa jonë në Dardani ka qenë si konvikt. Vazhdimisht kanë ardhur 33, kanë denjur aty derisa janë akomoduar diku tjetër.
Në anën e kam modele dhe frymëzim jo vetëm për shkak të rrugtimit të saj jetësor, po edhe për shkak të vlerave që ajo ka instalu në mua dhe në motrat e mia. Do shta mësimi kryesor që e ko marrë prej nanës është që suksesit të tjetrit duhesh me ju gëzu njëjtë sikur suksesit tonë. Elvana unë e kujtoj shumë qartë, kur kemi qenë madh vogla, edhe e presnim nanën të kthej nga universiteti, nga puna në shtëpi, aty në ballkon, edhe nga shprehja e ftyrës ne dinim a ka kaluar nana mirë në provim me student ajo, a ka pas student të mirë në provim. Edhe kur e shihnim dëbusqeshur, e dinim që studentët kanë qenë të mirë, edhe vinte na tregonte, o sot mirë kanë qenë sot, si me thonë Elvana edhe Agroni, a di si ishin pregadit. Na ka mësu si fëmijë me ju gëzu suksesit të tjetrit. Edhe sigurisht nga nana dhe nga babi kemi marrë edhe, si të themi, këtë dillin kombëtare patriotik për t'i shërbyer vendit. Cila është një këshill më e rëndësishme që e ke marrë nga nana në një periudhë të caktuar të kohës që gjatë gjithë jetës kime mbajt në mendje? Po ndoshta po sa e thash, suksesit me u gëzu suksesit të tjerëve, njëjtë sikurse suksesit tanë. Edhe gjithmonë na e ka shpjegu nana, nuk mundesh vetëm ti me qenë mirë, nëse çdo gjë përreth teje është keq. Ti do të ndihesh plotësisht mirë vetëm kur edhe të tjerët përreth teje janë mirë. Kështu që na ka mësu me ju gëzu suksesit të tjerëve, sikurse që na ka mësu me ju ndihmu. Mos me qenë egoist, mos me qenë shpirt ngusht, çka është e jotja, është e jotja, nuk ta merr dot askush. Po është mirë ti ndihmosh të tjerët që të ngriten në këmbë dhe të ecin përpara. Gjithë cilën Vlora e ka bërë, këtë e di nga aspekti personal, sepse keni qenë personaliteti i parë që e kam taku në kohën kur unë jam emru ambasadore, kështu që atë periudhë nuk e harroj, edhe atë takim në fakt nuk e harroj asnjëherë, po cila është një kritik në fakt që Vlora e ka marrë prej nanës dhe që të shërben gjatë shërbimit tënd publik në jetë. Sigurisht nana duhet të ketë dhënë edhe kritika gjatë shërbimit. Po, është shumë, do të thonë, nana kam edhe kritikën më të madhe, po edhe është sigurisht duke qenë duket kritika në nana të kritikuese. Edhe duke qenë duke qenë nan, ajo e ka edhe lirin, me më thonë, ndoshta ma drejt për drejt, se çdo të ma thonin të tjerët. Po për shembull në rast se në ndonjë mundohem të jem shumë e kujdesshme dhe shumë e rezervuar. Por në rast se, për shembull, në ndonjë paraqitje ose prezantim publik, unë kam përdor gjuhë më të vrasht, ose më të ashpër, e larg qoftë me fy. Ose me ofendu. Do me thonë, nuk ta fal. Ma fal sekondin. Edhe gjithmonë më thotë, ti mundesh me thonë të njëjtën gjë me fjalë tjera. Nuk bën me i kualifiku njerës në nivel personal, nuk bën me fy, nuk bën me sha. E kështu më rrin gati vazhdimisht, mos shaj. Jo që e kam bërë shumë, do shta jam, si që thash, edhe tu e pas filterin... Po në do të dalim prej vetës ndonjëherë. Tu e pas filterin e nanës, atë gjithmonë jam kujdese, jam rezervu, mirë po... E kam kritikën më të madhe. Gjithmonë, më thotë, gjithmonë, para çdo paraqitje, para çdo prezantimi, kujdes gjuhën. Gjuha është shumë e rëndësishme. Vazhdimisht më ka thonë, gjuha është shumë e rëndësishme. Po natyrisht sepse komunikimi në përgjithësi ndërton ura pastaj edhe të suksesit, po nëse nuk përdoret në formë të duhur atëherë edhe të dështimit, kështu që konsideroj që është këshilla më e mirë dhe kritika më e mirë që e merrni në të njëjtën kohë. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjedhë një kartë nga e kuqja. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethanat. Siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmë bosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës? Jepe një shembull. Shumë po të lidhen kartat me personalitet Vlorë, sa i përket zhvlerësimit, veç e përmendën në fillim kur ke pas paragjykime. Ke ndonjë shembull tjetër? Do shta edhe u përgjigja edhe në këtë pyetje, po unë, se
Do shta në fazën e mëhershme ka qenë ma e theksuar, po nuk është që nuk kam djerë për gjatë rritjes sime politike, përpjekjen për të zhvleftësuar mendimin për shkak të gjinisë, moshës, e ndoshta ndonjë rrethane tjetër. Unë e lëvang t'i ke qenë në zyrën time, në murin të mballor, në zyrë, kam pas vendos portretet e grave shqiptare që më kanë frymëzu mu. Edhe sa herë jam ndje keq, sa herë jam ndje e lënduar, sa herë jam ndje e zhvleftësuar. Unë e kam mbyll vetën atë zyrë, e kam marrë një kafe edhe kom fol me ato portrete në mur dhe thënë të drejtën sa do e vështirë dhe sfiduese të ketë qenë për mua. Karriera dhe jeta ime është pak krahasimisht ma e lehtë se ajo e grave që e nanës time dhe grave tjera që kanë trasuar rrugën për mua dhe për gjeneratën time. Imagjinojeni sa e vështirë ka qenë për mjekën e parë, për mësuesën e parë, për policën e parë, për ushtarën e parë, për luftëtarën e parë. Më thonë, këto kanë qenë, si më thonë, gra jashtëzakonshme. Këto sfida që më kam përcjell mua edhe gra tjera në jetën publike sigurisht janë të rënda, mirë po janë pak krahasimisht më të lehta se sa sfidat e grave. Edhe thënë të drejtën, gjërat e mira nuk bëhen lehtë. Është vështirë me ndodh ndonjëherë dhe ndodh shumë rrallë, mirë po gjërat e mira për të qenë të qëndrueshme, se ndonjëherë ndodh diçka mirë, po nuk qëndron sepse nuk ka bazament. Për të qenë progresi i qëndrueshëm, për të qenë e mira e qëndrueshme, kërkon shumë punë, kërkon shumë mund, kërkon shpeshherë edhe shumë sakrificë. Unë dua të them që edhe unë, po edhe ne të tjerët, edhe ti, Elvoan, që merresh me jetë publike, se jeta publike nuk është veç politik. E vërtet. Përveç vetë përmbushjes dhe kënaqësisë të madhe që ta jep ky lloj angazhimi, e ka dhe sakrificën e vet. Pa diskutim. Është ana tjetër e medaljes. Është edhe ana tjetër. Mungon ditëlindje. Të shumta, mungon në momente të rëndësishme të jetës njerëzve që i don shumë dhe të cilët kanë dhënë gjithçka për ty. I mungon hapat e parë të fëmijëve, atë nipave, atë mbesave, domethënë e ka edhe koston e vet, e ka edhe sakrificën e vet. Po në anën tjetër, është një angazhim i cili të përmbush më shumë se çka do tjetër. Unë, Elvana, po edhe ti, ne kemi përvoja të cilat me para nuk i blejnë dot. Shumë e vërtet. Kështu që është shumë përmbushse, po e ka edhe... Dhe jo më këtë thuhet që gjërat më të bukura janë falas. Kështu që falas jo, po pa para, se edhe kjo puna angazhime. Po në kuptimin pa para, është e vërtet, në kuptimin pa para, në kuptimin jo materialist. E përmende që ke munguar shpesh herë dhe na bie të mungojmë natyrisht për shkak të angazhimit në për shumë momente të rëndësishme. Cili është një moment i rëndësishëm që Vlora nuk ka mujtë me qenë prezente, qoftë në familje, qoftë në jetën e saj? Që ti e kujton edhe e ke kështu si peng të jetës? Po, janë dy. Njëra është ma e hidhur, e njëra është ma e moment gëzimi. Ma e hidhur është momenti kur është bërë rivarimi i eshtrave të dajësim. Daja më është vranë luft, ka qenë ushtar, ndër ushtarët e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është vranë luft në gusht të vitit 1998. Dhe pas disa vitesh u bët ceremonia e varrosjes së eshtrave tek varrezat e heronjve dhe dëshmorëve në Marinë, ka qenë në shtator. Edhe unë nuk kam mundur të vi, sepse ka qenë mbledhja e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. E kam peng një jetë që nuk kam mund të jem aty. Pastaj është jetëri i gëzimit, kur ka lind nipi i parë. Me cilin je shumë e lidhur. Me cilin jam shumë e lidhur, po nuk kam mund të jem, sigurisht për shkak të punës edhe të angazhimeve. Të shohim të emocionuar, Vlorë, është normale, natyrisht kur mungon momente të tilla, sidomos tek momenti i parë që e përmende, por mbi gjitha e din që ke qenë një detyrë të rëndësishme për Kosovën, për cilën doja yt edhe e ka dhënë jetën.
normalisht unë e di që doja nuk do donte që unë të mungoj nga detyra. Natyrisht. Po pastaj me njëherë drejt nga sala kam shkuar në aeroport dhe kam ardhë në Prishtinë dhe kam nderu dojen, po edhe shumë shok e shoqet ti që me pushk në dorë kanë sfiduar vdekjen dhe kanë dhënë gjithçka në mënyrë që ne sot jemi të lirë. Natyrisht dhe ne ju përule me pa diskutim me nderimet më të larta gjithë atyre që kanë dhënë jetën, por edhe kontributin e tyre në forma të ndryshme për lirinë që ne e gëzojmë sot. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Hajde të ardhmen. Vlora shumë shpejt ja mori dorën kartave. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Mirënjohja është një nga rrugët e shkurtra më të mira për të arritur paqen dhe kënaqësinë e brendshme. Rëndisni të paktën 3 gjëra për të cilat ndiheni mirënjohëse në këtë moment në lidhje me temën që po diskutoni. Do me thënë, ne folëm për etapa të ndryshme të jetës tënde. Nga ajo se kush ka qenë model pozitiv, tek zhvlerësimi, tek momentet e rëndësishme të jetës, por cilat janë 3 gjëra për cilat ti ndihesh mirënjohëse në jetën tënde? Është shumë interesant, Elvana, ndoshta ato 7 vitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më kanë ndiku shumë në mënyrën se si e shoh edhe përjetoj edhe jetën edhe të kaluarën time, po edhe çka do që vjen pas. Amerikanët janë shumë janë shumë më pozitiv se sa evropianët. Evropianët din të jenë ma cinik, ndoshta edhe historia, trashëgimia i ka bërë të tillë. Mirë po Amerikanët janë shumë më optimist, ma falenderues, më pozitiv, ma mirënjohës. Edhe e kujtoj për shembull sa herë që u kam treguar që unë jam, nuk i ka impresionu ata që jam ambasadora, ministre, deputete, president. Se tek ata ka qenë normale. Po kur kanë dëgju që kam nënshkru deklaratën e pavarësisë. Do të thonë, janë ngritë në kom, kanë përqafu, kanë desh me dalë në fotografi me mua. Mirë po, Amerikanët përgjithsisht janë shumë ma mirënjohës, shumë ma falenderues. Është e pa mundur relevant shkoshte në aeroport në SBA, edhe kur bëhet boardingu, e din se ke përjetu vetë, mas pari ftohen ata që i shërbejnë atë dheut. Ushtarët ftohen të hynë të parët. Pasi të hynë ata, pastaj ftohen business class, ekonomie të tjera. Është e pa mundur të ecësh në rrugë me uniform, edhe mos me të ndalë dhe me të thonë, secili, thank you for your service, faleminderit për shërbimin tuaj. Kështu që kam po në SBA më kam mësu që unë jam shumë e bekuar me jetën që e kam pas, edhe jam çdo ditë falenderuese para së gjithash, që i kam 2 prind ende gjallë, edhe që ata kanë arrit me po duke u jetësu mundjet dhe sakrifica e tyre, por edhe gjeneratave të shumta para tyre. Imagjinojeni, Elvan, sa gjenerata janë shuar në këtë vend, pa e prit ditën e lirisë dhe ditën e pavarësisë. Pastaj jam shumë falenderuese që me shëndet jam mirë. Kjo është e rëndësishme. Jo, është se ne që nuk kemi të lashet mëdha, nuk jemi të vetëdijshëm, Elvan. Është e vërtetë. Çfarë bekimi i madh është, mos me pas të lashet mëdha të cilat kërkojnë për kushtim, kohë, forcë, të marrin energji. Kështu që unë jam shumë falenderuese edhe për këtë. Jam shumë falenderuese që kam shtëpinë time, që nuk jam kështu asnjëherë nuk më ka josh luksi, as paraja e shfrenuar, gjitha këto vlera që nona mi ka edhe babi na i kanë instalu, po unë jam shumë falenderuese me gjitha që i kam, edhe unë besoj që unë edhe të tjerët si unë, ma shumë se të marrim, tash kemi nevojë t'japim. Pa diskutim. Vlorë, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave në 3 perspektiva të jetës tënde, tregom si po ndihesh në këtë moment. Shumë mirë. Mirë, është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që mos u largoni sepse Vlora Qitaku ka edhe shumë çka për të shpalosur nga perspektivat e jetës së saj.
Të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës në emisionin Hynesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave në 3 perspektiva të vlura që takut e gati e dashur. Po. Hajde, si dhe një kartë nga e kaluara. Tash me fundin. Interesant kjo përzgjedhje e vlorës. Në lidhje me atë që keni diskutuar, tregoni kur një sjellje e tillë e ka komplikuar më tej situatën. Në të kaluarën tënde, keni pasur ndonjë rast kur një sjellje e jotja pa dashje e ka komplikuar situatën? Jo, ka Plot. ka plot raste kur si të them me qëllimin apo me synimin më të mirë, ndonjëherë bën dëm më shumë se që bën mirë. E me kohë Elvan jam mësuar që nuk është mirë të insistosh. Tazëm e shet dikë që ka marrë një drejtim ose një rrugtim ose një duke u përfshirë në një projekt që ti e din që është i dëmshëm për shembull ose nuk është i dobishëm sa duhet ose është thjesht humbje e kohe. Po ajo që ka e kam vërejtër që ndonjëherë secilit i duhet koha e vet. Për të këndellur e për t'i hapur sytë, sepse ndonjëherë duke insistuar, duke bërë presion, duke u munduar të vetëm e vështërson situatën, se dëgjoj njerëzit e kam pak të lashëm ja pranu vetës edhe të tjerëve që kanë qenë gabim. E vërtet. Sidomos tek ne. Sidomos tek ne, kështu që ndonjëherë gjërave duhet dhënë koha e vet, duhet dhënë hapësira e vet, nuk duhet kërkuar gjithçka dhe çdo gjë me insistim. Duhet të mësohesh, ajo çfarë e kam kuptuar është që jo gjithmonë rezultati final i një puna apo projekti apo angazhimi është në përputhje me investimin tënd në të. Dhe me idetë tua. Ti për shembull mund ta bësh të pamundurën, i bën të gjitha siç duhet, që thon amerikanët by the book. E bën çdo gjë me perfeksion. Po nuk bëhet. Po nuk bëhet, ose spaku nuk bëhet bash ashtu siç do doje ti, sepse ke ndonjë rast të caktuar specifik që mund ta ndosh me ne? Domethënë kam pafund. Kështu që ajo çfarë është e rëndësishme kur je në angazhim politik e publik, gjërat pastaj nuk je akteri vetëm. Ka edhe të tjerë. Dhe ju ne bashkë veprojmë, tërkohën je në bashkë veprim, kështu që është e rëndësishme që nëse ta zëm qëllimi, destinacioni ka qenë pika 8, nëse nuk mbri në pikën 8, pile nëse ecë për para, do t'jesh i kënaqur dhe falënderues. Të paktën me mri edhe deri në 6, nëse jo në 8. Mirë, çka thotë tashme në këtë pikë, zgjidhni një kartë. Nga e kusja? Ne ndajmë mbështetje në lloje emocionale dhe teknike apo praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, tek kush mund të mbështeteni për mbështetje teknike në këtë moment, dhe nën B, tek kush jeni në gjendje të mbështeteni për një mbështetje emocionale në këtë moment. Pra kur flasim në këtë moment, jo tani për tani, po në të tashmen. Në të tashmen. Unë jam jashtëzakonisht e bekuar sepse gjatë tërë jetës sime kam qenë e rrethuar me shumë njerëz që më kanë deshur dhe të cilët i kam dashur shumë edhe të cilët më kanë mbështetur tërë kohën pa kushte. Para gjithash familja ime, prindët e mi, motrat e mia, shoqet edhe shokët e shumë që i kam që nga fëmiria, që nga dita e parë kur mbaj mend diçka. Po në njëjtën kohë është shumë e rëndësishme edhe ambienti ku punon, se ne gjysmën e jetës sonë e kalojmë në punë. Është shumë e rëndësishme edhe ambienti ku punon, që të jetë një klimë pozitive, që të jetë një klimë ku njëri tjetri nuk shihet si konkurrent i vrasht tërkohë, po si bashkëpunëtor. Kështu që unë jam e bekuar që i kam të dyja. Kam një familje edhe një shoqëri që më mbështet pa kushte, cilët edhe unë i dua i mbështes pa kushte, aq sa mundem. Por edhe në zyre kam një klimë të jashtëzakonshme të bashkëpunimit me të gjithë.
nuk e shohim njërin tjetrin si konkurrent, po si bashkëpunëtor, ndihmojmë njëri tjetrin. Kështu që kam një lloj klime dhe ambienti jashtëzakonisht të qetë, se Që të bën të ndihesh mirë. qetësia është shumë e rëndësishme për të pas produktivitet. Kur nuk je i qetë, është shumë vështirë edhe të krijosh, edhe të prodhosh, po edhe të mos gabosh, se ne gabimet më të mëdha në jetë i bojmë atëherë kur nuk jemi të qetë, ose nga frika, ose nga tensioni, ose nga Ngutia. kështu që është e rëndësishme të ruhet qetësia, kështu që jam e bekuar që kam qetësi edhe në shtëpi, edhe në punë. Sigurisht që kjo kërkon investim. Edhe profesional edhe emocional. Ndonjëherë duhet përbihësh. Se Të durosh. përbjerë se ti e din që personi përballë teje nuk është dasha keq, nuk po e bën me qëllim të keq, thjesht ashtu po mendon edhe po beson. Duhet ndonjëherë të përbijesh e pastaj ta thuash të vërtetën tënde ose mendimin tënd në një situatë më të butë, më të qetë. Kështu që kërkon shumë investim, nuk vijnë ato nga qielli, nuk pikun, kërkon punë, angazhim, investim. Duke shumë person i qetë, personalitet i qetë, po ka momente kur Vlora ndihet e lodhur edhe ashtu komplet për toke, edhe thotë s'po mundem më. Po, edhe kam pas momente tilla, ka pas momente edhe kur kam qajt, jam mbyll në dhomë, ose në zyrë edhe kam qajt. Sepse si që thash, po pastaj e mëson me kohë, e mëson me kalimin e viteve. Ti e jep shpirtin, e jep krejt kohën, energjinë, tërë qenjen tënde në një punë, në një angazhim, në një projekt, dhe në fund nuk del ashtu si që ke planifiku, ose diku një hallë ke sistemit nuk funksionon dhe gjithçka dërshet, gjithçka dështon. Ose dikush ta bën një fyerje ose një që se ke prit, sigurisht që ka moment, kam pas momente tilla kur jam Në raste tilla, kush është personi i parë që e telefonon Vlora? Apo jo, unë e kaloj vetë. Jo, unë frigohem mos po e lëndoj ose po e shqetësoj. Pastaj e flas, po në ato momentet e para, si me thonë, unë kam dëshirë të jem vetë dhe me folë kështu me Vlorën brenda. Pastaj, pas ndonjë dite a dy, kur gjërat të jenë qetësuar, unë mund të ndaj me miqtë e mi. Në anën mundona shumë me kursy, në anën mundona veç lajme të mira me i thonë. As nuk i tregoj kur unë vjen gripi, as nuk i se ka pas shqetësime mjaft në jetë. Nuk ka Sigurisht janë motrat ato me cilat të flet. Po, motrat, shoqet, shokët. Varet për çka është sfida, bashkëpunëtor, kolegë. Po. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë round? Kjo i bie e fundit nëse don me marrë fundit. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të përdorni meditim, lutje, relaksim apo vizualizim. Çfarë mendoni se mund të përdorni dhe pse? Në raste të caktuara, në gjitha ato perspektiva që folëm. Meditim, Vlora, okay? Donë se thënë të drejtën, unë nuk është që e bëj me ndonjë lloj teknike, as nuk do të mund ta quaja meditim. Mirë po unë thjesht, si që thasha, unë kam dëshirë të mbyllem vetë, të jem në qetësinë time, edhe problemin, sfidën, çfarë do qoftë, lëndimin, ta te kaloj fillimisht, duke biseduar me veten. Ka pas raste kur ti ke kërkuar edhe mbështetje profesionale? Po, ka pas raste kur edhe mund t'ua shpjegoj situatën. Unë kam qenë në SBA, dhe atje kontrollet rutinore janë të përhershme, janë të pashmangshme. Edhe ka qenë viti 2016, nëse nuk gaboj, ka qenë periudha e luftës në Siri, ato pamjet e të mërshme që dilnin nga Siria, dhe më kujtohet një moment që mu më ka lëndu, jo vetëm mua, po se cilin. Ishte ajo foshnja në breg. Po. Dhe si them ndoshta 2 ditë pas, unë isha në kontroll rutinor tek mjekja, atje du t'i bësh do 6 muaj, edhe mjekja
përveç që ti bën analizat e gjakut e këto të rëndomta, edhe bisedon me ty, a ka ndrru rutina, ushqimi, gjumi. Edhe po më pyet, po çfarë po bën këto ditë ambasadora, apo lexon diçka? Thash po lexoj tërë kohën për Siri edhe bisedu me to, fillova me çajt, me Donis. Edhe ajo doktoresha Klein e ka pas emrin, tha, Vlora, tha, a ke familje në Siri? Thash jo. A ke miq, shok në Siri? Thash jo. A ke qenë ndonjëherë në Siri? Thash jo. Dhe kështu po qane po Donis? Thash po, Vlora, tha, dëgjoj, empatia është gjë e mirë. Mirë po në këtë rast, tha, unë mendoj që ti po qane edhe për vetën. Wow. Nuk po qane vetëm për situatën atje. A ke qenë ndonjëherë te psikologu? Thash jo. Se tha, ti ke kalu luftën, ke qenë refugjatët, kanë dëbu nga shtëpia, ke humb antar të familjes, njerë që i ke desht, shumet kanë desht dhe ti s'ke shku asnjëherë te psikologu. Thash jo. Tha, me njëherë. Dhe më ka parashkru, si me thonë, 6 seanca, cilat unë i kam ndjek me përpikmëri. Nuk do të duhet kishte asnjë lloj stigme. Se dëgjona, ne besojmë që flasim me shok, me miq, me dashamir, edhe e zgjidhim problemin. Po, të flasësh me miq është shumë e rëndësishme, mirë po, ne jemi subjektiv në raport me njëri tjetrin. Absolutisht në këtë rast. Kështu që shumë ma mirë që të trajtosh, të bisedosh me psikologun. Shumë faleminderit që ndove me ne këtë pjesë, sepse është edhe një mesazh shumë i mirë për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar dhe mbasi janë duke kaluar momente të vështira, që nuk është as pak stigmatizuese ose e keqe të shkosh edhe të kërkosh ndihmën profesionale për gjendjen tonë emocionale. Jo, në fakt është e domosdoshme. Dëgjoj, neve kur na dhem dhëmbi, shkojmë te stomatologu dhe nuk është e njëjta gjë është. Domethënë duhet ta trajtojmë me kujdes, është mirë të bisedojmë hapur, nuk është asnjë lloj stigme, të trajtosh gjendjen emocionale, shëndetin mendor me seriozitetin e njëjtë që e trajton sëmundjen e zemrës apo çfarë do lloj sëmundje apo lëndimi tjetër. Natyrisht. Vlorë, e folëm në fillim që ke qenë shumë e lidhur me artin, mirë po si qëndron me muzikën në këtë rast, sa ka kohë për dëgju muzikë, Vlora? Me të thonë drejtën, e levohen veç në vetur kur jam. Edhe rrallë, shumë rrallë, mund të numëroj në gishtat e dorës. E te ndëgjoj një këngë e dy, po jo ashtu me ule, me dëgju muzikë, se s'po kemi kohë, jeta është bua shumë dinamike, edhe nuk po na del kohë mjaftueshëm me i bë gjërat që i dojmë, se tër kohën jemi të zënë me gjërat që duhet t'i bëjmë. Natyrisht. Mirë, po në këtë pikë të emisionit, unë kam zakon t'i pyes të gjitha mysafirët se çka dëshirojnë të dëgjojnë në valët e Radio Kosovës, kështu që cila do të ishte një dëshirë muzikore e rrallë, siç e quajte edhe ti, që ne mund ta plotësojmë për ty sonte. Ojhan. Po, Muharrem Qena. Po. Kemi dëgjuar kështu bashk Ojhan nga Muharrem Qena për dëshirën e yneshës sime për sonte Vlora Qitaku, e cila na shpalosi shumë çka deri në këtë moment nga perspektivat e jetës së saj. Kemi ardhur tek raundi i tretë dhe i fundit, ai gati. Po. Zgjedheni kohët nga e kaluara tash me të parat. Sistemi interesant i Vlorës. Është shumë e rëndësishme, e kam balancën shumë e rëndësishme, proporcionalitetin. Shumë e rëndësishme kjo në jetë, dhe besoj që të ka ndihmuar edhe në karrierë. Cilat ishin situatat e para në jetën tuaj, në të cilat keni përdorur parashikimin, si u solle dhe si u ndjeve? Ai parashikon gjëra, Vlora? Jo, nuk e. Intuitën e kam kogja të zhvilluar, mirë po asnjëherë nuk e lejoj që me qenë peng i intuitës dhe parashikimit. Mundohem që të punoj drejt objektivit që unë dua, pavarësisht asaj që ndonjëherë ma thot lukthi. Pse, nuk të ka dalë asnjëherë intuita ashtu siç e ke ndje, apo jo, thjesht mundohem të mos mendoj shumë për atë pjesë. Thjesht të bëj punën time, pavarësisht çfarë do lloj intuite apo ndjesie që mund ta kem për ndonjë situatë apo ndonjë projekt. A ke pasur rast kur e ke ndjek intuitën? Po, ka pas, po zakonisht e luan vetëm për situata dhe ambientet lehta, për tema tronaj
përcaktohen punës. Cila ka qenë një temë e lehtë që te ke ndjek intuitën edhe ka Po dalë jo, fiks për shembull, ashtu? për gjëra tipit, a me dalë sot me pi një kafe, a Okej, krejt nesër. të Po jo, thjeshta. krejt tërësisht thjeshta. Okej. E shkurt por e bukur. Çka thotë tashmë në këtë pikë? Zyreni Hajde. part. Formimi reaktiv është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person sillet saktësisht e kundërta nga ajo që ndihet. Për shembull, kur një person është shumë i pasigurt dhe i friksuar, ajo sillet në mënyrë arrogante dhe provokuese. Gjithmonë. Kur dhe si e përdorni formimin reaktiv si mekanizëm mbrojtës? Asnjëherë. Thonë që është i mirë për ata që luajnë poker, po unë nuk luaj poker. Okej. Jo, në fakt asnjëherë unë me mua, what you get is what you see. Unë jam kjo që jam dhe kjo më ka ndihmu mas shumë të njëjtë. Nuk është turp Elvan me tregu vulnerabilitet. Nuk është turp me tregu as emocion, as ndjesi, as dobësi ndonjëherë. As me thonë nuk di. As me thonë nuk di, as me thonë fal, as me thonë të dua. Këto janë gjëra cilat ne duhet t'ja themi njëri tjetrit shumë ma shpesh. Dhe bëj njeriu më të mirë, besoj. Edhe më të mirë dhe më të fortë. Natyrisht. Ka pasur raste kur dikush tjetër e ka përdorur formimin reaktiv karshi teje. Po për e shkak të vrej, pasigurive po të dorën veta. zemër jemi rrit tashmë. Kemi bërë ca vjet, ti e vren. Në çfarë do lloj konteksti, qoftë personal, qoftë profesional, është diçka që vrehet. Një rast të caktuar që mund ta ndosh me ne? Po ka shumë. Edhe s'po ka m'vjen shumë. mend ndonjë i veçantë se thënë drejtën nuk më bën përshtypje. Po, natyrisht, janë gjëra cilat te kaluan. Para se me marr tek karta tjetër, po du me ndalë një moment shumë i veçantë që na shpeshherë e përmendëm gjatë këtij edicioni. Momenti e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë Kosovës. Si e kujton atë ndjenjë? O, ka qenë dita ma e bukur, ma e lumtur e jetësime dhe nuk e përshkruaj dot me fjalë Elvan emocionin që e kam di teksa i kam bër ato 10 hapa nga ulsja ime deri tek tavolina ku ishte teksti i deklaratës pavarësisë. Kam pas një lloj ndjenje të pa përshkrueshme, më duket që po e shoh veten. Edhe tër historia e jetës sime më ka kalu parasysh. Edhe e kom dje prezencën e dajës tim me mua. E nëse e shihni në shkrimin, të shkronja e para aty më dridhe dora kogja shumë. Kam qenë jashtëzakonisht e emocionuar çfarë fati i madh për mua dhe për ne që ishim aty në sallë. Çfarë nderi i madh që të kurorëzojmë ëndrrën historike të këtij populli. Ditë e deklarat për cilën shumë të tjerë kanë dhonë shumë ma shumë se që kam dhonë unë. Po ja që mu më ka rahise, kam pas fatin që t'jem aty dhe ta nënshkruaj deklaratën Dhe në një e moshë pavarësisë. jashtëzakonisht të Shumë të re. do të thoja. Që prap ngelesh frymëzim për gjeneratat e reja që nuk duhet me u dorëzu. Po të ndali edhe tek një moment tjetër i rëndësishëm, momenti kur ti dorëzon kredencialet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ambasadore dhe fotoja me presidentin atëhershëm Obama. Çka kujton nga ai moment? Sigurisht që ka qenë nderi jetës sime, që unë të përfaqësoj Republikën e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe thënë të drejtën në atë moment veç kisha pas dëshirë, po t'ishte mundur me u kthy në kohë edhe me shku edhe me përqaf nanën, e me u kthy në kohë në vitin 98, në luftë, e me i përqaf 2 prindë dhe mi u thonë mos u shqetësoni, çdo gjë do t'jetë në rregull dhe kjo vajza juaj këtu do ta nënshkruaj deklaratën e pavarësisë dhe do të bëhet ambasadorja e parë grua në SBA. E jashtëzakonshme kjo, po besoj. Pjellër është e ndërprejmë, s'është problem. Janë 2 momente të jashtëzakonshme që po besoj jo vetëm te, por të gjithë ne që e kemi përcjellur punën tënde, në veçanti prindrit e tu, janë ndjerë krenar për rrugën tënde, për shërbimin që siç e tham në fillim,
fare nuk ka qenë i lehtë. Kështu që të gjitha ato gra dhe vajza që janë duke na dëgjuar, të jeni të sigurta që këto histori të jashtëzakonshme që sonte po na i thot Vlora Qitaku nuk kanë qenë fare të lehta, por ajo ka zgjedhur rrugën që të mos dorëzohet edhe të shkojë deri në fund synimeve të saj për të shërbyer vendit dhe atë dheut që siç e shihni nga biseda e ka pasur si lloj trashëgimie nga e kaluara e saj e familjes. Vlorë, kemi ardhur tek karta e fundit e së ardhmes. Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Nëse mund t'i shkruani një letër dikujt për këtë dhe t'i tregoni gjithçka, kujt do t'i drejtohej letra dhe cili do t'i ishte mesazhi më i rëndësishëm. Dhe kjo është pyetja më e bukur e këtij emisioni. Për mua të paktën. Dhe prisja me dal ty, nuk e di pse. Nonës. Prap nonës. Prap nonës. E kam... E dua atë sa, po besoj gjithi dom nonat, po unë nonën e dua, e adhuroj edhe më dhemb kur e kujtoj jeta që e ka pas, sfidat në për cilat ka kaluar, ballafaqimet e vështira me shoqërinë, me mentalitetin. Nonës, jo një letër, po një libër Të tërë të tërë do ja kushtoja. Mirë, po në atë letër cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm për të? Nëse një ditë do t'ja shkruash. Nona asnjëherë nuk veç falënderim. Nuk Vetëm pran, kaq? nuk, do të thonë çdo gjë që kam unë edhe motrat e mia e kemi për shkak të nonës. Edhe nuk na lën as faleminderit me i thonë shumë. Edhe do të ishte një ese e gjatë falënderuese për çdo gjë që ka bërë, jo vetëm për mua dhe motrat, por edhe për vajzat e gratë e reja. Se nona ka qenë burim frymëzimi për shumë gra. Absolutisht, e përmendëm në fillim që është profesoresha e parë universitare në rajonin e Drenicës dhe si e tillë ka kontribuar në arsimimin e shumë grave dhe vajzave ndër vite dhe ndër dekada, do të thoja. Vlorë, kaq ishin minutat e hapjes së kartave në 3 perspektivat e jetës tënde, tani që kemi ardhur në fund, tregom si po ndihesh. Faleminderit shumë Elvana, ishte kështu një ecje kogja emocionale kjo orë. Faleminderit shumë për ftesën, për bisedën dhe faleminderit shumë që edhe përmes emisioneve si ky po ndikon në vetëdijsimin e qytetarëve të Kosovës për çështje të shumta të cilat shpeshherë nuk janë pjesë e debatit tonë publik e unë do thoja që janë shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë për çdo gjë, ishte kënaqësi. Do doja një mesazh për fund për të gjitha gratë dhe vajzat nga te. Po besoj që tërë emisioni ishte mesazh, por një të po fundit. e më e rëndësishmja është që të mos heqin dorë nga ëndrat, nga qëllimet dhe të krijojnë sa më shumë miqësi, ura me gratë të tjera. Gratë duhet ta mbështesin njëra tjetrën sepse vetëm duke ndërtuar një masë kritike, gra të forta për parime, progresi është i pakthyeshëm. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me Vlora Qitakun, një personalitet që ka mbajtur pozita të larta dhe të jashtëzakonshme në shtetin e Kosovës dhe mbi të gjitha që ka kontribuar në vetë ndërtimin e shtetit të Kosovës. Me porosinë e saj që të mbështesim njëra tjetrën dhe të mos heqim dorë nga ëndrat tona, ne japim fund këtij emisioni duke ju lënë takim javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.